Është koha për intervistën e ditës. Në studio të ftuar sonte kemi Lulzim Mehmetin, profesor. Zoti Mehmeti, mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Sot nisi gjysmë vjetori i dytë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, por më shumë do doja të ndalemi në fushën e arsimit se si e kemi situatën, se si mund të bëhemi më mirë. A është sistemi jon arsimor i përgatitur për sfidat e kohës me cilat përballet sot si rezultati i zhvillimeve globale? Fillimisht, faleminderit për ftesën. Shfrytëzoj rastin të gjithë nxënësve dhe shkollave fillore dhe atyre të mesme dhe profesorëve, mësimdhënësve të uroj fillimin e gjysmëvjetorit të dytë. Ndjek e qartje që ky gjysmëvjetor dëgjoj se ka filluar me probleme shkaku të përhapjes madhe të gripit, uroj shërim të shpejt dhe të kthehen nxënësit në bankat shkollore. Edhe pse mjekët druajnë se vala e re tani do të nisë e gripit. Thash uroj, ndonë se nuk dihet si do të rrjedhin ngjarjet, por ajo që ju e parashtruat si pyetje që ka të bëjë me sfidat, arsimi në Maqedoninë e Veriut ka vite që udhhiqet gati se nga probleme të natyrës së njëjtë, që burojnë si sfida ulja e numrit të nxënësve nëpër shkolla, dukshëm bie, pra ne kemi një situatë ku numri i nxënësve nga viti në vit na bie, kurse për çudi numri i mësimdhënësve është në rritje. Pastaj në Maqedoninë e Veriut raportet flasin se numri i mungesave të nxënësve është jashtëzakonisht i madh, domethënë është 2 herë mbi mesataren e mungesave, dhe kjo vështërson edhe aspektin e marrjes së diturive, shkallësive, aftësive nga ana e nxënësve, sepse nuk e ndjekin mësimin në mënyrë të rregullt. Pastaj sfidë tjetër paraqitet edhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve, në veçanti në këtë periudhë kur si paradigme re në arsim në paraqitet digitalizimi dhe inteligjenca artificiale. Do flasim për digitalizimin dhe sa jemi të përgatitur për inteligjencën artificiale, por t'i marrim gjërat me radhë. Programet arsimore aktuale, a mendoni se u përgjigjen nevojave, interesave dhe zhvillimit psikosocial të nxënësve? Reforma kemi shumë të shpeshta, zgjidhje premtohen shumë të shpeshta, por në fakt si e kemi gjendje? Gjëja më kryesore këtu është se tek ne nuk ka një konsenzus nacional për zhvillimin e arsimit, por arsimi edhe më tej vazhdon të politizohet dhe ky ndikim pra i politikës në arsim na ka zëvendësu atë kompetencën profesionale me përkatësim partijake. Ashtu që ne pa një arsim të mirëfillt, pa një konsenzus nacional që kur t'i marrim strategjitë e arsimit, kur t'i konceptojmë, t'i mbështesin gjithë subjektet politike, nuk do mund të ecim përpara kështu me kundërshtime nga subjektet të ndryshme. Nëse njëra parti është në pushtet dhe sillet një program nacional apo sillet një koncept, vjen tjetra e ndronë dhe kështu që krejt kjo shkon në llogaritë të nxënës. Dhe por atë kemi këtë cilësi që e kemi. Sa i përket cilësisë, rezultatet e testimeve ndërkombëtare, edhe të PIRLS-it, edhe të TIMSS-it, edhe të PISA-s, që janë më të fundit 2022-2023 flasin se, domethënë, edhe tek leximi me kuptim, edhe tek njohuritë nga matematika, edhe te njohuritë shkencore, domethënë njohuritë në Maqedoninë e Veriut të nxënësve janë nën pragun e mesatares, janë jashtëzakonisht të ulta dhe këtu domethënë parashtrohet nevoja edhe paraqitet nevoja për ndërhyrje të reja me qëllim që në këtë periudhë të globalizimit në arsim, ku digitalizimi dhe inteligjenca artificiale hynë me të madhe, të mund, domethënë, të konceptohen programe që nxënësit jo vetëm të mësojnë gjëra në nivel të memorizimit, në nivel të fakteve, por ne t'i përgatisim nxënësit për jetë. Domethënë, vetëm ta potencoj se OECD-ja thotë se në Maqedoninë e Veriut, domethënë 900 orë nxënësit tek ne kanë më pak orë mësimi kur e përfundojnë arsimin fillor. Kjo nënkupton se
ne nuk i përgatisim nxënësit për sfidat e së ardhmes. Por, i përgatisim për? Pra, 65% e materialit që nxënësit për moment e mësojnë, mbas disa vitesh nuk do t'jetë aktual. Dhe ne parashtrojmë pyetje, a i mësojmë nxënësit ne për sfidat që do t'i presin si rezultat i zhvillimit hovshëm tekniko-shkencor mbas 5-6 vitesh për profesionet e reja për cilët ne akoma nuk dim se cilët do t'jenë profesionet e të ardhmes. Pra, ju jeni në një farë forme pro sistemit postmodern që nuk kupton përfshirjen e teknologjisë në mënyrë efektive në procesin arsimor dhe në një farë mënyre ju thoni se nuk duhet vazhdoj sistemi tradicional, sepse në disa vende mendohet të rikthehet vlerësimi i nxënësve me gojë si përpara që ishte testimi me gojë, testimi me shkrim me laps dhe jo me kompjuter. Kështu, apo jemi mes të dyjave, të parë nuk e kemi filluar ende. Kur flasim për teknologjinë, ne teknologjinë nuk do të ta shohim si të nevojshme, por do të ta shohim si të domosdoshme. Do me thonë, në këtë zhvillim të hovshëm tekniko-shkencor, ne nuk mund të anashkalojmë këtë proces dhe përmes këtij procesi ne duhet të kalojmë. Teknologjia duhet të jetë pjesë e procesit mësimor, mirë po, vetëm duhet të dimë si ta shfrytëzojmë teknologjinë. Dhe nëse ne, do me thënë, flasim për aplikim dhe zbatim të teknologjisë në procesin mësimor, ne duhet ta shohim në dy aspekte. Aspekti i parë është shkrim leximi digital dhe aspekti i dytë është integrimi i teknologjisë në kurrikula dhe në procesin e mësimdhënies. Sepse kjo ishte pikërisht edhe ajo dallimi që doja ta bëja. A duhet ende të vazhdojë pjesa e sistemit tradicional që nxënësit vazhdojnë apo të rikthehet përgjigjen me gojë dhe jo vetëm me shkrim, apo të vazhdojnë shkruajnë me laps dhe jo vetëm me kompjuter, sepse nëse bëjmë të riu nxënësit të varur vetëm nga inteligjenca artificiale dhe nga teknologjia, do harrojnë pastaj lapsin se si duhet mbajtur. Kështu tani, mësimi, në me thonë, paradigma e re e të mësuarit sot nuk është vetëm memorimi i fakteve, mbajtja mend, por është t'i aftësojmë nxënësit të zgjedhin situata reale, të cilat situata do të mundsojnë atyre të rriten përmes zgjedhjes problemeve, përmes realizimit të projekteve, përmes bashkëpunimit dhe do t'i aftësojnë në jetën e përditshme që ato nesër, do me thënë, të kenë një arsim funksional cilësor në cilin do dominojnë aftësitë digjitale, do dominojë komunikimi global, do dominojë mendimi kritik dhe kreativiteti dhe vetbesimi. Janë 4 pika të domosdoshme për zhvillimin e gjeneratave të reja dhe për atë që të mund të adaptohen dhe t'i përshtaten tregut të punës. Në këtë drejtim, mendoj se nuk duhet ta shohim, domethënë, përdorimin e teknologjisë si të ndarë nga procesi mësimor. Pikërisht teknologjinë duhet ta shohim në aspektin pozitiv si një mundësi e cila do të mundsonte nxënësve që të mund të zhvillohen. Do me thënë, çfarë është ajo që teknologjia e bën mësimin më tërheqës tek nxënësi? E para, mund të kemi mësim të personalizuar. Nxënësi mëson sipas tempit, sipas mundësive të veta. E dyta, teknologjia mund të përdoret në veçanti ajo digjitale si laboratori. Për shembull, nëse nxënësi do diçka të shofi në biologji për zemrën, e merr e shef zemrën nga gjitha pozitat, e analizon dhe pastaj mund edhe të mbindërtohet duke përdorur teknologjinë, por jo teknologjia t'ia kryej punën nxënësit. Në një farë forme këtë dua te kjo dalim. Sepse te ne mund ndodhet edhe kundërta. Që nxënësit ta përdor teknologjinë për të mësuar, sa për të marrë një notë dhe asgjë askujt, jo për të mbindërtuar vetvete. Jo pasivizimi, do me thënë, sepse teknologjia ofron mundësi edhe të shumta pasivizimi, ja kemi rastet e kohëve të fundit me përdorimin e ChatGPT-s, për shembull. Ka një ankth se çfarë mund, do me thënë, a mund pasivizohet zhvillimi i kreativitetit dhe mendimit kritik të nxënësi prej përdorimit ChatGPT-s dhe a duhet ta përdorin ChatGPT nxënësit? Dhe si duhet ta përdorin nëse e përdorin? Tani, ChatGPT-ja, do me thënë, është mirë të përdoret, mirë po,
ai duhet të shërbej si një mjet ndihmës mësimdhënësit. Jo nxënësi ta përdori, po mësimdhënësi ta aftësojnë nxënësin si ta përdori ChatGPT-n. Për shembull, mësimdhënësi ka shkruar një tekst dhe ai don tekstin e tij ta shti në ChatGPT për të korrigjuar gabimet. Edhe i thot vetëm mi korrigjo gabimet. Dhe ai ja korrigjon gabimet duke mos ja humbur strukturën. Pra autori të jetë nxënësi. ChatGPT-ja apo inteligjenca artificiale të jetë si një mjet ndihmës që do t'i ndihmojë nxënësin, do ta udhëzojë nxënësin, do t'i japi nxënësit domethënë të dhëna ose mund të kërkojë, mund të parashtro një detyrë me shumëzim. Dhe ajo ja parashtron nxënësit. Ose kundërta, zoti Mehmeti, që mund edhe të praktikohet në mesin e nxënësve, që të jepet urdhëri inteligjencës artificiale që ta zgjidhë detyrën pa munduar fare nxënësit. Dhe këtu kemi pastaj atë mungesën e cilësisë dhe dijes. Po, këtu nëse ne nuk e përdorim në mënyrë të drejtë, domethënë dhe të përgjithshme inteligjencën artificiale, ajo do vijë tek pasivizimi i nxënësit, po rreziqet ekzistojnë gjithmonë. Për këtë arsye është më se e nevojshme trajnimi i mësimdhënësve për përdorimin e inteligjencës artificiale në procesin e mësimdhënies. Sepse krijohet tek ne përshtypja, zoti Mehmeti, se mësimi bëhet vetëm për notë dhe kur jemi te notimi, a mendoni se ka shumë nota pesëshe të pamerituara dhe ky është një problem i arsimit pasi dia nuk korrespondon me notat? Edhe të dhënat nga tereni flasin për një ambiciozitet jashtëzakonisht të madh edhe të nxënësve dhe studentëve në maqioninë e veriut. Domethënë, ambicjet janë të mëdha për arritje, edhe për sukses, por edhe për vazhdim të studimeve, duke përfshi edhe nivelin më të fundit të studimeve të ciklit të tretë apo të doktoraturës. Kjo flet për atë se sikur ne nuk i kthehemi cilësisë, por i shohim gjërat nga një prizëm që prodhon sasi. Ne nuk kemi nevojë për sasi, po për cilësi. Kemi nevojë për cilësi. Cilësia matet me testet standardizuara. Testet e standardizuara ndërkombëtare neve na japin feedback, na japin informat kthyese se sistemi i arsimit tek ne nuk ka, domethënë, kemi probleme në nivelet më të larta të taksonomisë Bloomit. Kemi probleme, për shembull, nxënësit tanë nuk din t'i lidhin faktet. Nëse ja jep fjalët kyçe dhe i thu nga këto fjalë kyçe më bën një tregim, ai nuk din ta bëj. Do thotë se ne mund t'i parashtrojmë definicione, por definicioni është në nivelin më të ulët të taksonomisë Bloomit. Krijimtaria edhe mendimi kritik me analizën janë nivelet më të larta. Dhe këtu paraqitet problemi sa mësimdhënësit ja japin feedbackun nxënësit për dobësitë, pikat e dobta ku ai ka. Për shembull, nxënësi mëson edhe përmes gabimeve, nuk është domethënë asgjë e keqe që nxënësi të dështojë. Mësimdhënësi mirë di ta udhëzojë, di domethënë t'ia japi atë frymën bashkëpunuese, di ta orientojë që ai vazhdimisht të përparojë, të lëvizi, mirë po, ta çmojë edhe mendimin e nxënësit, se çdo mendim nuk ka mendim të gabuar. Arsimtari mirë nuk e krahason nxënësin me nxënësin. Nxënësi me nxënësit nuk krahasohet. Nxënësi është individ në vete që zhvillohet edhe që përparon në kuadër të procesit të mësimit. Pra, i bie që rol kryesor kyç në këtë rast kanë mësimdhënësit që duhet edhe të jenë model për nxënësit që nga hapat e parë. Dhe kur jemi te kjo çështje, sistemi arsimor tek ne, zoti Mehmeti, ai përgatit nxënësit për tregun e punës aktualisht si e kemi situatën, si mund të forcohet lidhja mes arsimit dhe tregut të punës? Aktualisht nuk jemi, domethënë, në një drejtim përgatitjes së nxënësve për në treg të punës, e thash një herë se duhen reformat mirëfillta, domethënë, edhe në programet mësimore. Reformat po paralajmërohen, në shkollën e mesme kemi situatën, ju e dini, ligji për arsim të mesëm është i fundit 96 dhe vetëm i plotësuar, mungon koncepti për arsimin e mesëm, mungon në arsimin e mesëm edhe
aspekti i arsimit dual të përforcohet. Kohët fundit e kemi në shkollat e mesme profesionale, mirë po duhet akoma më shumë të përforcohet. Dhe në këtë drejtim, ne si shtet duhet ta shohim, domethënë se arsimi me reforma shkon prej fillimi e deri në fund. Domethënë nëse filloj me konceptin për arsim fillor dhe ai pas disa periudhave u ndërprej dhe nuk vazhdoj në arsimin e mesëm, ne gjeneratën, domethënë, nuk e zhvillojmë në atë tërësi, konform strategjive që si shteti kemi bë. Pra e kufizojmë në një farë forme, sepse kthehemi prapë te ajo që thatë edhe në fillim, çdo parti që vjen pushtet bën reformat e veta, vjen tjetra i ndron, pasi pëlqejnë i bën të vetat, në një farë forme fëmijët nxënësit bëhen si eksperiment i politikës. Dhe një pyetje të fundit, sepse jemi në minutat e fundit të intervistës, kemi rënje të interesimit për mësimdhënës, sidomos në arsimin fillor dhe të mesëm, sidomos për teknologji informatike apo IT dhe për shkenca natyrore, cilat janë faktorë të rinjt nuk e duan mësuesin në një farë forme, gjithnjë më pak e duan. Ne tash, si fakultet pedagogjik, jemi të habitur, domethënë se kemi me të vërtet student që janë përkushtuar në profesionin e mësuesisë, japin maksimumin e tyre, mirë po sikur shteti të funksiononte nga një, për shembull, CV që do përgatit një fakultetet për çdo student që do diplomonte dhe të mund ato të kishin përparësi në punësim, situata do ishte shumë më mirë. Ne përderisa nuk do t'i kthehemi meritokracisë, sistemit mirëfillt në arsim, për t'i mbështet ato student, ato të ri që duan me të vërtet që ju fle, që e kam pasion profesionin e mësuesit, ne nuk do mund të bëjmë reformat mirëfillta. Dhe ne e themi se dy faktorët kryesor janë mësimdhënësit dhe nxënësit. Mirë po, një mësimdhënës di edhe të motivoj, di edhe të frymëzoj, di edhe të orientoj edhe, domethënë, të nxjerrë gjenerata cilësore. Mirë po, nëse edhe vetë Platoni e ka thënë, nëse Athina ka këpuctar të dobët, atëherë rezultati do të jetë do mbajmë këpuc të dobta, por nëse Athina ka mësues të dobët, atëherë vaj halli se si do zhvillohemi edhe ku do mbesim ne. Dhe në këtë drejtim ne duhet ta përforcojmë këtë. Nëse pa mësimdhënës, pa përforcime, domethënë, të profesionit të mësimdhënësit, pa mësimdhënës të përkushtuar në profesionin e tyre me pasion, ne nuk mund të kemi reformat mirëfillta në arsim. Pa arsim cilësor, nuk mund të kemi zhvillim. Dhe politika duhet sa më larg kësaj çështje. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë që sonte ishit në Alsat. Ishte kënaqësi, faleminderit. Ne vazhdojmë tej me lajmet.